Shqipëria mori fitoren e parë në grupin K në kualifikueset e botrorit 2026 duke poshtur me shifra 3-0 Andorrën. Pas këtij triumfi ka reaguar dhe presidenti FSHF-s Armando Duka përmes një reagimi në rrjetet sociale. Rikthehemi në shtëpi, rikthehemi te fitoria me lojë bindëse. Ishte pikërisht ajo që na duhej ndaj Andorrës, ishte një detyrim për vetë faktin që duam të antarojmë deri në fund për të synuar një vend në botrorin 2026. Janë 3 pikët e para për skuadrën që e përgëzoi për paraqitjen e bërë. Rrithet në fillimi ka shumë rrugë përpara. Të gjithë duhet të kemi besim tek ta tjem. Janë të njëjtët që na kanë bërë krenar deri më tani, që na kanë çuar në Europian, që kanë dhënë emocione, që na kanë dhënë mundësinë të ndihemi krenar kudo. Le të festojmë këtë fitore dhe të punojmë për të tjera në vazhdim. Forca Shqipëri, shkruan Duka në Instagram.